Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka reaguar nga Pogradeci lidhur me protestat kundër projektit turistik në zonën e Zvërnecit, duke deklaruar se institucionet po i ndikin me vëmendje shqetësimet e ngritura nga qytetarët dhe se kërkohet një analizë e kujdesshme për të gjetur ekuilibrin mes zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit. Nuk është se nuk kam dhënë reagim, nuk është se nuk e ndjek, nuk është se nuk jam i ndjeshëm natyrisht jashtëzakonisht për situatën, pra nuk diskutohet që ne jetojmë në Tiranë dhe kemi shumë qartë që është një situatë e cila kërkon një vëmendje dhe kërkon një analizë dhe kërkon një reflektim shumë thellë nga çdo kush. Nuk jam nxituar dhe nuk kemi nxituar askush nga ne besoj, sepse duam që të kemi një qasje që të jetë sa më e peshuar, sa më e mirë menduar dhe sa më e ekuilibruar në raport me atë që janë kërkesat e tyre. Gjatë prononcimit për mediat, Gonxha u shpreh se protesta ka lindur nga shqetësime që lidhen me mjedisin dhe se qeveria po verifikon të gjitha aspektet që lidhen me projektin. Duhet ta ruajmë të forcë të demokracisë, duhet ta ruajmë të drejtë, të fjalë të lirë të grupimeve të kësaj proteste, por duhet që sa më shumë ajo të jetë si themi e kuptuar, e dëgjuar, përsa i takon asaj që është pjesa serioze, që është pjesa e qëndësishme, që është pjesa thelbësore e asaj proteste dhe për ato çështje që janë thelbësore, të rëndësishme dhe ku ka interes natyrisht për vendin dhe për punën që ne kryejmë, neve jemi duke marrë të gjitha masat që ne të jemi të përgatitur që ta adresojmë çdo njërin për problematikave të protestës. Ministri nënvizoi gjithashtu se zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja e mjedisit duhet të ecin paralelisht, veçanërisht në kuadër të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë.